bota na ka përdorur si kavje eksperimentale dhe akoma vazhdojnë me antikomunizmin falso, se gjoja duke tremur shqiptarët me antikomunizmin, këta kujtojnë se jemi të ngopur në me kaq. Por këta se kuptojnë ose s'duan ta kuptojnë. Se shqiptarët sot e kanë parë botën. Unë për shembull, se kush është antikomunizmi, jo këta që thonë, se këta antikomunizmi shqiptar është anti-shqiptarizëm, është vërtetuar për 35 vjet. Unë e kam parë se çfarë ka bërë, se kush është antikomunizmi dhe çfarë ka bërë ai për qytetarët e vet, e kam parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Antikomunizmi është armik i varfërisë, i padrejësive, i pabarazisë shoqërore dhe pasurore. Nuk është armik i njeriut të pafajshëm. Kurse këta vazhdojnë akoma diktatura komuniste. Kush ka bërë krimin atko, dënoj. Po jo të vazhdojsh tash i ditë të justifikosh të gjithë dështimet që ke sot, ti quash që janë pasojë të komunizmit. Kush janë këtu komunistë? Qa pasojë ka këtu? Njerëzit vojnë për bukë të gojë se kanë mendë fare as e komunizmi as e kapitalizmi. Ku është kapitalizmi këtu? Çka kapitalizëm këtu? Sepse edhe media jon nuk tregon valla, ore si duhet të jetë një shtet demokratik. Unë kam disa vite që i them, ore duhet të tregoj se si është Michigani, i Shtetit e Bashkuar të Amerikës, shteti i Michiganit, se si funksionojnë atje të gjithë institucionet. I kam me mira foto dhe video këtu. Nuk duan, nuk pranojnë, sepse s'duan të tregojnë të vërtetën shqiptarëve. Kujtojnë se të shqiptarët i thonë që këto që bëjmë ne këtu, kjo është maksimalja që mund të bëhet. Së është e drejtë. Edhe bota hesht. Ku është ajo konkluzioni ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa? Pse s'është bërë një konferencë kombëtare, mbarkombëtare? E të analizohet, ti bëhet gjyqje 35 vjetëve. Çfarë është bërë mirë, çfarë është bërë keq? Kush e ka fajin? 35 vjet të themi të gjithë, është shkatruar Shqipëria totalisht. Kush e ka fajin? Po ДПС. Ato meritoj për mua të dalin jashtë ligjit. Si partia antishqiptare, terroriste, se e kanë nxirr jetën shqiptarëve. Atëherë çfarë presim ata? Çfarë presim me? Zoti Dyshniku, nisur nga këndvështrimi juaj, por edhe ajo që mund të keni perceptuar, si mendoni këtë radhë pensionistët do të votojnë për Edi Ramën apo do t'i japin goditje në 11 maj sa i përket procesit të votimit? Duke mos llogaritur se kush do fitojë zgjedhjet, se thashë zgjedhjet kanë përfunduar. Zgjedhjet kanë marrë fund. Këto janë shfaqje artistike, karnavale. Por për pjesën tjetër të listave të hapura, unë mendoj se pensionistët si asnjëherë në këto 35 vjet janë zgjuar. Përveç atyre që janë dele të partisë, që ata s'kan çfarë bëjnë, në emër të punës së djalit, të vajzës apo të kushëririt apo vllajt apo motrës, ata janë detyruar të votojnë sepse ikën dhe vendi punës tyre. Por ama të tjerët, të paktën 524.000 pensionistë që marrin më pak se 200 euro në muaj, unë mendoj se nuk do japin votën as PD-s, as PS-s. Aq më tepër këtij njeriu, Edi Ramës, që jo vetëm na përbuzi neve, por as pranoj të na takoj, të na dëgjoj se çfarë ankesa kemi. Edhe çfarë zgjidhje që japin këtij njeriu. Se ky thot nuk kam lek. Po s'është e vërtet. Se s'është vetëm leku që i mungon këtia, po e kam thënë disa herë. Ore mirë s'ke lek, e zëm se s'ke lek. Po ti ke lek që s'kem të se ti ke korupcion. Po mos kishe lek, s'do kishe korupcion. Por më e thjeshta është mirë s'ke lek për të na dhënë, po për të marrë pse na i merr. Ky në 200 euro që i jep një pensionisti, ky pensionisti shet blen ushqime, do jetoj, se nuk do bëj biznes me 200 euro. Atëherë ky në të 200 euro, ai merr me TVSH, i merr 40 euro. Pra në fakt i bie që pensionisti shet 160 euro për dorë për këtë punë, se 40 ja merr prapë shteti. Tani, në vit i bie që këto 200 euro, në 12 muaj i bie mbi 450 euro në vit. Pse nuk na i jep në këto këty? Pse s'na i kthen këto? Pse nuk na i kthen? Po na gënjen, nani ju bonus për vit të ri.
Ky është njëri këtij sillimse të popullit shqiptar. Sepse ky është armik i popullit shqiptar, ka treguar me vepra. Se nëse ai nuk është dakord me këtë që po them unë, që e kam përsëritur disa herë edhe në protesta, pse nuk argumenton? Të dalë orë, jo më takon me neve, ta thotë me ata delet e partisë që ka. Ne nuk e bëjmë këtë me TBSH, se për këto arsye. Pse nuk thot? Nuk thot dot se nuk e justifikon dot. Nuk e mbron dot veten e tij. Sepse nuk do të dali hapur. Edhe ata kukullat që ka ai ministra, që i zëvendëson si masjepi tia, e ata s'flasin se vetëm ky flet. Ky është Bojaxhi, njëkohësisht merr përsipër edhe të ministri e financës, edhe të jashtme dhe të mbrojtjes, tëra ky ka. Pra që këtu duket që këtu ka diktaturë. Ky diktator, po bota e shefte, nuk e shef. Atëre e bujmë ne. Prandaj unë u them shqiptarëve. Ju kujtoj shqiptarëve që para 2 vjetësh në një qytet të Kanadas që ishit pak kënaqur nga pushtetarët, vunë si kandidaturë për kryebashkiak, vunë një qen për ta votuar qenin kryebashkiak me arsyotimin se ai qeni të paktën nuk do bëj padrejti, nuk do vjedhi, nuk do bëj korrupsion. E do eti barabar për të gjithë, do shërbej të gjithëve. Ai vërtet, ai nuk u zgjodh, po ama e cakton kandidaturë. E ky është reagim i atyre qytetarëve të ndershëm. Kurse neve vazhdojmë akoma të themi që mua kaq më takon, thot ai ish kooperativisti. 80.000 lekë të muaj, thot, kaq takon, kaq marru, thot. Po mirë, ma kur merr kryeministri vet, edhe ministra e deputetët nga 6 milion, e ti merr 80.000 lekë. Kjo diferencë. Po aty aq i takoka? Apo ajo ministra që tha, nuk quheshi i varfër apo more 140 euro në muaj. Po mirë, kur nuk që nga i varfër 140 euro, ti pse s'merr pak 1.400 euro në muaj, ti si ministre, po merr 6.000 euro. Çfarë logjike kanë ta? Logjik kriminale, antipopullore. Prandaj këto zgjedhjet janë zgjedhje karnavalesh, janë zgjedhje të turpshme, e të ketë turp dhe Bashkimi Evropian që organizon dhe i mbron këto lloj zgjedhje nga këta lloj politikanë. Si mendoni, a do të reagojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt kryeministrit Edi Rama nëse fiton zgjedhjet, siç thatë ju, që vendi mund të shkojë drejt katastrofës? Pra, po themi nëse mund të reagojë përmes sistemit të drejtësisë për të bërë të mundur goditjen e elementëve të korruptuar? Unë s'kam asnjë dyshim se ashtu si deri më sot, që kur është shpall non grata Sali Berisha, edhe do shpallën edhe sa të tjerë, sipas njoftimeve të shtypit, unë shpresën e vetme kam vetëm te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Evropa ka dështuar me turp në Shqipëri. Ka dështuar dhe s'ka asnjë lloj reagimi. Të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë reagimin, edhe vazhdojnë të reagojnë. Prandaj, nëse ne do ndryshojë diçka, vetëm në sajt të ndihmës edhe mbështetjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ky është mendimi. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.